Si nanë që jam realizu, jam shumë e përmbusht. Kam 2 vajza në ideal, po tham inshallah Zoti gjithkohë e gëzon me fëmijë dhe e ndjen që atë lumturinë si prind, me pas titullin nanë bab. Kjo është reciproke. Sa t'jepsh, qaq merr. Se jep shumë dashurinë, përkushtimin, kohën, kthehet. Të marr parasysh që standardi është më i lartë, fëmijët i kanë kërkesat e veta, prej femnave kërkohet edhe me punu, edhe mu realizu si nanë, edhe mu konë karieriste. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Mirë, jo. Mirë, faleminderit. Nga puna vini? Nga Mitrovica. Nga Mitrovica. Jetoni këtu? Po, Ndërkohë, a je non? po. Nanë e 3 fëmijëve. Non e 3 fëmijëve, mrekulli. Gjatë? Faleminderit. Ndërkohë, sa të kanë ndryshuar jetën, ardha e fëmijëve? Shumë. Shumë, është një ndjenjë që nuk mundet më përshkru me fjalë. Jam shumë e përmbushur si nanë. Edhe si nanë edhe si gru, po. Ti është sot nanë, është privilegj. Mirë po, nuk është edhe e lehtë. Shumë roli i vështirë. Në çfarë rrethana jena tu jetu, në ditë sodit është shumë vështirë. Të marr parasysh që standardi është më i lartë, fëmijët i kanë kërkesat e veta, prej femnave kërkohet edhe me punu, edhe mu realizu si nanë, edhe mu konë karieriste. Kështu që është menoj që është pak më vështirë. Përmendën non karrieriste. Për ty karriera apo familja në parë? Familja. Familja. Jom realizu, me thonë, edhe me punu, me qenë edhe një pjesë tjetër si karieriste, mirë po më kape shumë familja si karriera. A ka bërë pengesë karriera në familje për të realizuar ato ëndra të dëshirat? Edhe njëherë se nuk në A të ka bërë pengesë diçka karriera për, domethënë ty për mësë mujtë me vazhdu karrierën, nëse ke qenë? Jo, jo. Nuk më ka pengu. Se vetën ma shumë e kom pas si nanë, se është një periudhë, një fazë shumë e rëndësishme për fëmijë, me qenë nana pren fëmijëve. Kështu që nuk pendohna. Asë një moment që e kom lënë karrierën, nanën në, me thonë, anash, e kom desh me u përkushtu ma shumë familjes edhe fëmijëve. Po këtë rrugtim, sa ke pasur mbështetjen e bashkëshortit? Po, gjithë. Gjithë. Çka të ka mbështetur më shumë bashkëshorti? Për gjithë qka. I kom kradja, për gjithë qka më ka bështet. Sot Edhe si babë, edhe si burë, si shok. Okej, mirë, si shok. Se shumica Mas pari e kom si shok, tani si burë. çka e bën veçantë për me qenë si shok, se jo të gjitha e kanë atë fat. Respekti, mirëkuptimi. Kur e ka njeri respektin, sa në tjera vinë. Po gjithsesi sa po respektohet një grua. Varet prej kujna. Është shumë vështirë me thonë, a respektohet, as po respektohet shumë, mendoj që po respektohet. Tash, me këqyr individualisht, ndoshta me përqindje, me thonë 70% respektohet, 30% nuk respektohet. A çka e bën një çift domethënë të kompletuar sipas teje? Të kompletuar, kjo është reciproke. Sa t'jepsh, qaq merr. Nëse jep shumë dashurinë, përkushtimin, kohën, kthehet. Kur jam të këtë pjesë, sa keni dhënë dashuri për një tjetrin ju? Shumë. 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 Ndonjë moment interesant që keni kaluar këtë periudhë të jetës të bukur që akoma se keni harruar? Gjithçka. Ka shumë momente. Nuk muj me veçantu veç një moment, janë shumë momente. A cilën pjesë e keni më të veçantë jetës, që kisha thënë këtu isha ndalë edhe një herë? Qitash ku jam. Qitash ku jam. Mas shumë t'i ta shumë pëlqen se edhe me fëmija në qatë fazë ku po rriten, janë as shumë të ndaj, as shumë të vegjel, tash e kisha stagnu. Me mujt me stagnu kohën që tash e kisha stagnu. A ndjesh e përmbushur një jetë? Po thamë si nanë që jam realizu, jam shumë e përmbusht. Kam 2 vajza në ideal, po thamë inshallah Zoti gjithkohë e gëzon me fëmijë dhe e ndjen që atë lumturinë si prind, me pas titullin nanë bab. Me po jo të gjitha e kanë këtë fat ndoshta. Pa mundësi disa domethënë, fëmia është dhuratë. Është begati prej Zotit. Kështu që këtë begati dhuratë që na ka dhuru Zoti duhet mu kujdes shumë, edhe mi uzu në rrugë drejt. Një mesazh, një këshill që ndoshta kishmi shërby për jetë. Për jetë më konë të vetat, me këqyr jetën e vetë, punë të veta,
edhe më mundu mu fokusu në të targetat e veta që i qesin para vetës. Veç më kënd vetat. Ishte shumë kënaqësi, të uroj më të mirat në jetë.